Mura, me kënaqësi falenderoj. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zonërit, miq të drejtësisë dhe të dignitetit njerëzor. Sot ndodhi këtu për të përfituar një nga figurat që ka ndryshuar botën, Martin Luther King Jr. Por ne nuk jemi mbledhur vetëm për të përfituar një figurë historike. Jemi mbledhur për të reflektuar mbi drejtësinë, mbi lirinë, mbi përgjegjësinë tonë si shoqëri civile, duke lidhur këtë mesazh universal me situatën e të shtypur brenda strukturave si MEK. Drejtësia si parim themelor, Martin Luther King Jr. në mësori se drejtësia nuk është luks, dhe se çdo shkelje në drejtat dhe të njerëzit, pavarësisht se ku ndodh, është kërcënim për shoqërinë në tërësi. Si avokat, unë njoh qartë këtë parim të zbatueshëm në rastin e MEK. Atje individ nuk ka të drejtë të zgjedhë mendimin, nuk ka të drejtë të ketë kontakt me familjen, nuk ka të drejtë të jetë vetvetja. Kjo nuk është bitje ideologjike, kjo është shkelje sistematike të edhe themelore të njeriu. Mekanizmat e shtypjes dhe shkelja e ligjit në praktikën juridike një organizat që izolon anëtarët, ndalon kontaktet familjare, i punon bitën e ndryruar dhe shkon mendime ndryshe, krijon një ambient të çrregull dhe të palitshëm. Jo vjen ndesh me Konventin Evropian për të drejtat, Kartën Universale të Drejtave dhe ligjet e shumta ndërkombëtare mbi trajtimin e individit. Në fjalët e Martin Luther King Jr., ligji i padrejt është ligji që nuk është në harmoni me moralin. MEK i ka ligjet e veta të brendshme, që i punon anëtarëve për ato ligjet e padrejta, sepse shkelin moralin universal dhe dignitetin njerëzor. Liria e mendimit dhe përgjegjësia juridike në eksperiencën tim si avokat, unë besoj fuqishëm se çdo individ ka të drejtë të mendojë lirshëm. Kur mendimi ndalohet dhe liria e të gjithë shkelet, atëherë ligji ndërkombëtar thotë se ka abuzim dhe shkelje të vazhdueshme. Martin Luther King Jr. luftoi për liri, duke përdorur mjete paqësore dhe duke fituar përballë sistemit të padrejtë moral. Po ashtu ne sot duhet të përdorim ligjin si mjet për të shuruar ata që janë të dëmtuar të jetojnë në frikë dhe në presionin ideologjik. Përgjegjësia e shoqërisë civile. Shoqëria civile nuk mund të heshtë kundër drejtësia shkelet. Heshtja nuk është neutralitet, ajo është bashkëfaqësi. Si avokat, si qytetar dhe si pjesëmarrës i komunitetit ndërkombëtar, ne kemi të drejtën morale të ligjor të mbrojmë të shtypur dhe të kërkojmë përgjegjësi nga ata që e kanë shkelur ligjin dhe moralin. Mesazh për anëtarët e MEK. Nëse dikush nga ata që jetojnë sot brenda MEK, po më dëgjon, ju keni të drejtë të keni mendimin tuaj, ju keni të drejtë të keni kontakt me familjen, ju keni të drejtë të jeni vetvetë. Ligji është me ju, drejtësia është me ju, digniteti juaj nuk mund të shkelet përgjithsisht. Përfundim, Martin Luther King na mësoi se ndryshimi fillon me guxim për të folur dhe për të vepruar. Si avokat, unë ju garantoj se ligji ndërkombëtar i mbështetur organizatës si Nexhat është një armë për të kthyer drejtësinë dhe për të rikthyer identitetin e humbur të individit. Sot në këtë ditë simbolike ne po bëjmë një akt të qartë gëzimi. Ne flasim për ata që nuk mund të flasin, ne kërkojmë drejtësi për ata që nuk mund të kërkojnë vetë. Ne besojmë se liria dhe identiteti janë të pakapërcyeshme. Faleminderit. Dhe në fakt isha një falënderim special për zotin Ilir Mura, i cili është edhe një zotëri që e gjen gjithmonë kohën për të qenë pjesë e aktiviteteve tona, në shumicën e aktiviteteve, e gjen gjithmonë mundësinë për të dhënë fjalën e tij.